Pasen Karanku Leka mbyllet me sukses, besoj ky trofe i Superkupës së Viaregjës. Ndonë se nuk fitoi vllazniun, por besoj ka fituar futbolli. Ka fituar futbolli, ka fituar sporti, kanë fituar djemt tanë të Shkodrës që sot na ndëruan me pjesëmarrjen e tyre këtu në Viareggio. Kemi parë një ndeshje shumë të bukur, shumë pasionale, shumë e ndjerë sepse pam djem jashtëzakonisht profesionistë të cilët të treguan veten me shumë dinjitet në këtë fushë dhe unë jam shumë e gëzuar që ne arritëm, pavarësisht rezultatit, unë pash djem shumë të talentuar, ku ato shprehen pasionin e tyre dhe mendoj se në ndeshje surprizat janë pjesë e lojës. Por ne me këtë pjesëmarrje, me këtë ndeshje kemi fituar, jemi të fituar. Besoj që ka fituar moralisht edhe Vasen Karanku Leka dhe fondacioni që drejton, sepse ka marrë përsipër një barë të rëndë për të organizuar Eagle Cup Albania, por edhe këtë finalet të Superkupës. Sigurisht, për mu një kënaqësi e papar, një emocion, këto djem më entuziazmojnë gjithmonë më shumë, ne do të vazhdojmë bashkëpunimet tona, këtu patë mundësi në këtë eveniment të tregonim në këtë okazion të parë vete në fushë, por puna do të vazhdojë dhe sot ishte vetëm një fillim, që mendoj që ishte një fillim shumë i bukur dhe i mbar. Një premtim për të vazhduar bashkëpunimin ndoshta edhe mes bashkive. E premtuat sot në takimin që patët në Bashkinë e Viaregjës. Sot patëm një takim shumë të bukur ku na surprizoi Bashkia e Viaregjës, të cilët u shprehen po ashtu të gatshëm për të vazhduar bashkëpunimin me fondacionin, me torneun Eagle Cup, por jo vetëm me këto dy institucione. Ato shprehin dëshiren dhe janë shumë të gatshëm të vinë në Shkodër dhe të krijojnë bashkëpunime të tjera, sepse mendoj që qyteti Viaregjës dhe qyteti Shkodrës kanë shumë të përbashkëta, nuk i lidh vetëm sporti, i lidhin edhe elemente të tjera të kulturës, siç është ajo e karnevaleve, apo edhe aktivitete të ndryshme social-kulturore që ne sot i shprehim në Bashkinë e Viaregjës. Kështu që shumë shpejt do të ketë dhe surpriza të tjera. Po mbyllet 2025 me dy aktivitete, Eagle Cup dhe Superkupën. Çfarë presim nga fondacioni që ju drejtoni për 2026? Puna ka filluar për 2026, ne tani jemi në pritje të përcaktojmë datat dhe të japim listën e skuadrave pjesëmarrëse për pjesëmarrëse në 2026, sepse edhe në këtë pikë që ne nuk kemi akoma fiksuar datat, kemi skuadra të cilat na kanë shprehur dëshirën të marrin pjesë për vitin e ardhshëm. Kështu që misioni vazhdon, loja vazhdon, entuziazmi, pasioni dhe shumë shpejt do të jemi në kontakte me të rejat tona. Edicioni i radhës i Viaregjës është i 76. Po. Do të ketë një thërrit të gjatë edhe Eagle Cup? Pa diskutim, Eagle Cup ishte i pari këtë edicion qershor, por puna ka filluar për 2026 dhe kemi projekte shumë të bukura për vazhdimsinë e këtij aktiviteti. Faleminderit. Faleminderit juve.